Teksa përgatitjet për konkurimin në festivalin folklorik të Gjirokastrës nga grupet konkuruese tashmë thuajse kanë përfunduar. Ansamblet nga gjithë treva tona pretendojnë çmime nga ky event i rëndësishëm i mbar trojeve shqiptare. Një ndër ansamblet që numëron me 10 çmime e trofe nga juritë e festivalit të Gjirokastrës është ai Pukos, i cili edhe këtë vit jo vetëm që do të mbajë peshën kryesore në grupin konkurrues të qarkut të Shkodrës, por synon dhe çmime nga ky festival. Besoj që duke parë dhe minutazhin që ka qarku rreth 30 minuta, besoj që pjesën kryesore ose kohën kryesore të këtij qarku duke përfshirë që tu ishin disa grupe, jo vetëm 3 rrethe, po ishin rreth 10 grupe që konkurruan, besoj që pjesën më të madhe do e zonë pikërisht Puka. Pse jo? Mund të themi që nafta do jemi përsëri me një rit të veçantë siç është Vallja Borës me rrathet, mund të jetë atë fituese çmimit në folklorik kombëtar. Tashmë kur edhe pak ditë na ndaj nga ky event i rëndësishëm kombëtar. Në veriun e vendit, artistët e Pukës dhe Tropojos i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë përgatitjeve për përfaqësimin dinjitoz në festivalin mbar kombëtar të Gjirokastrës.